tesës që është shumë luksoz, le të themi, nuk më duket e pamundur që ta ketë këtë lloj aksesi në personazhe të njohur. Nuk është e pamundur, pra nëse ti ke fuqi ekonomike, e ke shumë thjesht të shkosh në resorte shumë luksoze apo për të shkosh me pushime në vende që frekuentohen edhe nga yje botror, se Evropa, le të themi, është parajsa për të gjithë yjet e njohur si nga Hollywoodi, po edhe nga pjesët të tjerë të botës. I gjithë bregu francez, spanjoll nga ana tjetër, ishujt e Mesdheut janë shumë të frekuentuar nga shumë emra shumë të njohur, kështu që Beyoncé dhe Jay-Z bëjnë pushimet e tyre të verës në Siçili dhe në Bregdetin italian. Edhe frekuentojnë një restorant që është shumë i mbushur. Kështu që nuk mendoj që është e pamundur për dikë që ka këtë stil jetese. Pastaj për të gjithë këta në ren, nga i pari tek i fundit, në tjetën javë, nuk e di sa i ka mundur t'i takojnë në tjetën javë. Për ditëlindja, t'ja shaqe ofër, se të thoj dikush në ditëlindje, do t'jesh pak i ofër. Anjesa mendon që është e ka exageru, ama une nuk është që si kom besu. A i ke besu? E pse mendon që njerëzit nuk i kanë besu këti lajmi? Njerëzit që nuk e bojnë jetën nështë që e bënë Gjulje, nuk i kanë besu. Momentin që delë, shëtit, në përbot, edhe delë i ndjekë që shtarë... Po nuk është vetëm Gjulje që delë edhe shëtit në përbot. Nështë atë tjertë nuk të regojnë. Nështë atë dikuj nuk i doket interesant, për Gjulje në është interesant edhe ka dorë edhe ka shëndësishme të kesh, po është shëndësishme të dish, pra të shkosh edhe në vendet të duhura. Nëse delë shkon të... Kontaktet e duhura. Nëse një arzë dhe qojnë që të ku përta me shku. Kështë që unë, po thëmë që i besoj 100%, po nuk u ka do kështu me pabesushme. Përsa ko se keni parë me foto, edhe ne nuk vëm do dorë në zjarë, por duke bërë një deduksion logjik, pra është dikur që ka mundësit ekonomike për të bërë këtë stil jetese, ka kontaktet e duhura, është ekspresive, Gjuli futet kudo. Po t'isha unë për shumë, unë s'do isha fut kur. Ndërkohë që Gjuli është shumë ekspresive. Se në Prishtinë me najt, nëse shkon me indjek dhe vende pak ma luksoze, normal që ki me najt me disa ftyra që janë të njohura dhe i shohim çdo ditë në televizion, kështu që është njëjtë edhe atje ku ka shku Gjulje.